Jemi në kohë për të zgjuar këtu në News 24, sot është ditë e mërkurë, data shënon 30 prill 2025, është dita e 120 viti, deri në përfundim të këtij viti kanë mbetur edhe 245 ditë të tjera, 245 mundësi për gjithë ju për të realizuar objektivat që keni vënë vetes për këtë vit. Dielli sot ka lindur në orën 05:40 minuta, ndërkohë që do të perëndojë në orën 19:36 minuta. Ne nisim si zakonisht me shtypin e ditës për të vijuar më pas në pjesën e dytë me telefonatat dhe në pjesën e tretë me ekspertin e ditës, që sot do t'jetë doktori Altin Erindi për problemet që mund keni me hernjen diskale, shtyllën kurrizore dhe çdo problem tjetër, cila lidhet edhe me dhimbjet e kokës, mund kontaktoni në pjesën e tretë e emisionit me doktorin Altin Erindi. E nisim me panoramën fillimisht. Shitja e shtetësisë, Gjykata Evropiane rrëzon pasaportat e arta, vendimi. Projekti i Edi Ramës, Gjykata e Drejtësisë e Bashkimit Evropian rrëzoi dje modelin e pasaportave të arta që u lejon njerëzve të blejnë shtetësinë përmes investimeve miliona euro. Konkretisht, vendimi i Gjykatës Evropiane rrëzon programin e pasaportës së artë të Maltës. Një model të ngjashëm si Malta tentoi ta implementonte edhe kryeministri Edi Rama, por pas presioneve ndërkombëtare u tërhoq nga ideja. 2 vite më parë ai deklaroi: "Kemi pezulluar procesin deri në vendimin e Gjykatës Evropiane." Këtë projekt e kundërshtoi edhe Komisioni Evropian duke treguar rreziqet. Në faqen 3, materiali i plot. Kryeartikulli i Panoramës, Sali Berisha rikthehet pas 12 vitesh në PPE, flet për sfidat dhe fitoren e opozitës në zgjedhje, kërkesa ndaj miqve evropian. Kreu demokrat në Kongresin e PPE-s në Spanjë, Shqipëria një narkoshtet në Europë, zbardhe takimi me kryeministrin Mitsotakis. Në faqen 2, materiali i plot. Nga keqpërdorimi i fondeve shtetërore te kërcënimi dhe intimidimi i administratës, raporti Odirit për 11 majin, zgjedhjet, raporti paraprak i OSBE Odir, situata politike mbetet e polarizuar. Në faqen 4. Në Tiranë u dëgjuan të shtëna incidenti i pranzyres elektorale, reagon PSD. Në faqen 5. Kompensimet, listat e reja emret e pronarëve që shpërblehen, i gjeni në faqen 20 gazetës Panorama të ditës së sotme. Testamenti, poezit, koha kur dritroi, i tha vdekjes prit dhe pak. Në faqet 14 dhe 15. Enverin donte të arrëzonte e fshete e vizitës së Hrushovit më 1959, urdhri. Misioni i vërtet i ardhjes në Shqipëri, shkruan profesor doktor Elmaz Leci në faqet 16 dhe 17. Shohim dhe hapësirën opinion, Gens Polo, vendimi i Gjykatës Evropiane për pasaportat e arta dhe pasojat në Tiranë, Enver Robelli, papa që i duhet sot botës, Aladin Stafa, beteja elektorale e majit, në faqen 18. Këto ishin titujt kryesor nga Gazeta Panorama për ditën e sotme, e gjeni në çdo pikë shitjet gazetave në vend. Ne do të vijmë tani me një tjetër gazetë të përditshme, është radha e Gazetës Telegraf, shohim titujt kryesor të saj për ditën e sotme. OSBE Odir për 11 majin, shqetësues korrupsioni dhe qeverisja jo demokratike. Raporti, organizata që vëzhgon zgjedhjet në botë, vlerëson si të papërshtatshme kushtet ku do të mbahen zgjedhjet në Shqipëri, shkak i së cilës është reforma zgjedhore e njëanshme. Klima politike e polarizuar, korrupsioni i profilit të lartë, arrestimet e zyrtarëve të opozitës dhe kërcënimi i qytetarëve nga zyrtarët e përkrajes sociale. Amnesty International në Shqipëri, gazetarët kërcënohen nga politika dhe krimi organizuar, rasti Qyno, 15 organizata kundër prokurorëve dhe gjyqtarëve. Gazetarët nuk mund të zbulojnë burimet. Faqet 4, 5 dhe 6. Bekimi i fundit, Papa i Shpresës dhe pakti për krijimin. Sër profesor Gabriele Paupei Andreoli, presidenti i Jaskut, përfaqësues ndërlidhës pranë Akademisë Papnore të Teologjisë në Vatikan. Ekskluzive për Telegraf, Laudato Si. Testamenti i fundit mjedisor i Papa Franceskut bëhet pakt global në Climate Week, ndërkohë që konklava kërkon papën e diplomacisë.
Në Rom, konklava hapet në nshenjën e një përgjegjësie të madhe, zgjedhjen e pasuesit të një pape që ka ditur t'i flas zemrës së kishës dhe botës. Në një epokë të fragmentimit dhe pasigurisë, kërkohet një pap që jo vetëm të ruaj fen, por të pajtojë të kundërtat, të ndërtojë urat padukshme midis kulturave, besimeve dhe brezave. Një njeri i lirë, i aftë të rezistojë ndaj presioneve, kompromiseve dhe kurtheve të pushtetit, një ndërtues i heshtur, i rrënjosur në Ungjill dhe i hapur ndaj botës. Në faqet 13. Peter Tase, në 100 ditë të presidentit Donald Trump, rritja ekonomike është rigjalluruar dhe leadershipi është rikthyer. Sociologu Gzim Tushi, rrjetet sociale anonime kanë zhdukur komunikimin shpirtëror dhe ato tradicional, duke lënë pezull qytetarin intelektual. Presidenti Begaj në Varshavë, pranimi i Shqipërisë si pjesëmarrës i asociuar në nismën e 3 deteve shtyll përballë pasigurive gjeopolitike. Në faqen 2. Partia Socialiste Rama në Fier, skuadra e PS-s më e reja në fletën e votimit. Të rinjt do të kujtojnë 11 majin si ditën kur dhanë një dorë për Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Julinda Dhame me zë për njerëzit, me zemër për Tiranën. Opozita shqiptare Belin Këlliqi, pasaporta e 2025-s, baraz arsim në kushte skandalose. Xhelal Mziu, fermerët të persekutuar, rikthejmë shpresën te bujësia. Partia Lirisë, programi Made in Albania do shpëtoj biznesin e vogël familjar. Në faqen 3. Do ishin titujt kryesor nga Gazeta Telegraf për ditën e sotme, ne do të vijmë tani me një tjetër gazetë të përditshme, shtrada e gazetës Fjala, shohim titujt kryesor të saj për ditën e sotme. Raporti i Odirit, fushat e qetë, por po përdoret administrata. Raporti paraprak i Odirit vë në dukje shqetësime të tilla si përdorimi i burimeve shtetërore për qëllime elektorale, presioni ndaj administratës publike dhe ndikimi i rrjeteve të patronazhistëve, pavarësisht ligjit që ndalon përdorimin e institucioneve publike për fushata. Praktikat e tilla vazhdojnë të raportohen. Raporti gjithashtu thekson se janë hapur hetime për 70 raste, ndërsa janë vëzhguar më shumë se 1160 incidente. Në faqen 2, materiali i plot. Kryeartikulli i Fjalës, krimet zgjedhore, shumë prokuror për një grusht hetimesh. Deklarata e kryeprokurorit Olsian Çela, shumë prokuror janë në gatishmëri vetëm të krimeve zgjedhore, edhe pse deri më sot kemi vetëm disa denoncime. Duhet qëndrohet vigjilent edhe pas presionit të shumt, poshtojmë forcat hetimore. Bashkëpunimi me SPAK është i përditshëm, duhet garantojmë pavarësinë edhe në ndrysni politike. Në faqen 3, materiali i plot. Titujt të tjerë. Vlerësimi, Tamar Kinzurashvili merr çmimin e Deutsche Welles për lirinë e fjalës. Koment në Poloni, ne e dim çfarë do të thotë luftosh regjimet jo liberale. Rajoni presidenti i Malit të Zi se dekreton marrëveshjen për plazhin e madh në Ulqin. Suplementi ekonomi, dobësia e dollarit krijon një mundësi për euron. A mund të zgjas? Rreziku i recesionit global rritet ndjeshëm pas valës së re të tarifave nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto ishin titujt kryesor nga Gazeta Fjala për ditën e sotme. Ne do të vijmë tani me një tjetër gazetë të përditshme, shtrada e gazetës Dita, shohim titujt kryesor të saj për ditën e sotme. Në Shqipëri ju hap rruga për Durrës Yacht Marina, Mali i Zi refuzon Muhamet Alabarin. Presidenti i Malit Zi ja ka kthyer kuvendit njërin nga 2 marrëveshjet që qeveria e Malit Zi i kishte nënshkruar me Emiratet e Bashkuara Arabe, atë që i hapte rrugë dhënies për 99 vjet të plazhit madh në Ulqin. Faqen 13, materiali i plot. Kryeartikulli i ditës, detaje dhe analizë janë shumë më tepër se 6.
Të gjithë e dinë se milionat e Shkëlzen Berishës janë ato që po hidhen për të pastruar emrin e familjes dhe nuk bëhet fjalë për një kontratë të vetme prej 6 milion dollarësh. Shkëlzen Berisha ka aktualisht mbi 60 leje ndërtimi aktive në Bregdet dhe Tiranë. Treshja e ndërtuesve që vepron për llogaritë të tij është e legalizuar në të gjithë Shqipërinë. Në faqet 2 dhe 3. Theshtja për kontratën 6 milion dollar e tregon qartë kush nuk i ka duart e pastra. Sali Berisha provohet të jetë sot relikja më e shtrenjtë politike e tranzicionit shqiptar. Miliona dollar, një parti në këmbë dhe një kult individi që buroni pa shtershëm nga të gjitha porët e PD-s. Një shkrim nga Skënder Mingjozi. Tregu çmimet e apartamenteve te kullat e luksit në Tiranë arrin në 10.000 euro për metër katror. Për vitin 2025, zona me shtrenjtë mbetet rruga Brigada në zonën e Bllokut. Faqe 24. Reagimet, aflatoksinat e qumshti në treg, alarmi mjekut, shkakton dëme të rënda në Malqi. AKU gjeti qumësht me aflatoksin në qytetin e Vlorës, shkaktohet nga ushqimi i kafshëve. Në Brëndësi, për Sarajevën dhe prillin e saj përgjakur, për vjetori i masakrës, televizionet si zjatimi i propagandës partjake. E Lutfi Dervishin, faqet 8 dhe 9. Mesazh do të gjakun familjar ma Jemen, kërcënohet me jetë gazetari Mero Baze. Autori mbështetës i Berishës në Shtetet e Bashkuara i identifikuar publikisht si pjesë e rrethit të tij politik. Në Brëndësi, një kur me kanell kundër diabetit, nga hapësira rubrika shëndetit dhe titulli i fundit paqja fiskale, ja cilat biznese përfshihen në faqen 8. Këto ishin titujt kryesor nga Gazeta Dita për ditën e sotme. Ne do të vijmë tani me një tjetër gazetë të përditshme, është radha e Gazetës Sot, shohim titujt kryesor të saj për ditën e sotme. A u ble Donald Trump për 6 milion dollar? Sali Berisha hap fjalë se do të jetë në SBA të premten. Shtohen misteret e kompanisë së lobimit të PD-s për heqjen e non gratës. Faqen 3. Gazetari Mother Jones zbardh prapaskenat çfarë fshihet pas kontratës 6 milion dollar shet Sali Berishës me firmën lobuese të lidhur me administratën e Trump. Ja detajet nga marrëveshja e PD-s për të fshirë non gratën, si po përsëritet historia e lobimit rus në vitin 2018. Spartak Ngjela paralajmëron arrestime VIP, SPAK në bashkëpunim me amerikanët po bëjnë gati goditjen drastike të korrupsionit lart shtetëror. Ja çfarë ka ndodhur këto ditë. Sali Berisha dhe Flamur Noka rrezikojnë burgun. Kreu i PD-s ka hedhur rreth 20 milion dollar për 3 kontrata, nga Lacivita dhe Manfort deri te pastrimi i imazhit në SBA. Si u ekzekutua pabesisht Sokol Dashi nga mafia politike, janë 28 arsye që hedhin dyshime mbi aksidentin e tij tragjik. Nga prishja e provave në vendngjarjet e akuzat për përfshirjen e Sali Berishës dhe rënimi i Partisë Demokratike. Rikthehet në vëmendje figura e tij pak ditë para zgjedhjeve të 11 majit. Rama thret në ndihmë Grenellin për të justifikuar injorimin e Trumpit Junior, djali i presidentit të SBA-ve, takon Vučićin dhe injoron kryeministrin shqiptar. Administrata amerikane hermetike ndaj bufonit të Sorosit. Tituj të tjerë. Si shkatruan biznesin e veshjeve me Turqin, Fation Shehu me deputetin non grata dhe e bën monopol të tyre, bashkëpunimi me Klodian Xhanin për të mbuluar aferat. Belinda Balluku drejt burgut të Pojskës, zëvendës kryeministri, ju jep zemër drejtorëve të saj problematik se do t'i shpëtojë nga kthetrat e SPAK. Ja fati i keq i zëvendësueses së Ramës. Domdoshi i rikthehet aleancës me PS-n pas zgjedhjeve të 11 majit, Edi Rama thyen embargon për non gratën amerikane të kreut të PSD-s.
Këto ishin titujt kryesore edhe nga Gazeta Sot për ditën e sotme. Do të zhvendosemi tani te një tjetër gazete për ditëshme, është radha e gazetës më të madhe sportive në vend Panorama Sport. Shohim titujt kryesor të saj për ditën e sotme. 4x4, ndizet revanshi, gjysmëfinalet e Final Four, moment për hakmarrje ndaj skaluarës së afërt dhe të largët. Vllaznia Dinamo do të luhet në 4 maj në orën 20, gjysmëfinalja e parë e Final Four. Shkodranët sfidojnë blut për titullin e harruar prej vitesh. Egnatia Partizani në 5 maj në orën 20, përsëritet finalja e sezonit të shkuar mes kampionëve dhe të kuqve. Gega e Bërdarit të hapur me mediat, Daja dhe Tetova zgjedhin të heshtin. Faqet 2 deri në faqen 7, materiali i plotë mbi takimet e Final Four, faza e fundit e superiores, që përcakton edhe fituesin e kampionatit. Mbijetesa Tirana Pogradeci, Elbasan Arena, opsioni i parë. Skënderbeu, taka i kërkon ndjes popullit korçar, do të ringrihemi. Elbasani, portieri Abalora, mbyll aventurën me verdhe blut. Formula 1 Ferrari gati krahët për të fluturuar me rregullat e reja. Titujt të tjerë, parashikimet 1x2 në Panorama Sport, ndeshjet e sotme në faqen 24. Arsenal Paris Saint-Germain 0-1, Parisi trondit Londrën, vendos goli i Dembeles. Barça Inter, dueli special, Flick kundër Inzagit. Anglezi humbi sfidën e titullit Kane, ky është fati im. Në Spanja, Ancelotti zgjedh Brazilin, jasi u bindi italiani në faqen 19. Këto ishin titujt kryesor nga gazeta më e madhe sportive në vend Panorama Sport. E gjeni në çdo pikë shitjet gazetave në vend. Ne do t'i rikthehemi tani edhe një herë titujve kryesor të gazetës më të madhe shqiptare, gazetës Panorama. Shitja e shtetësisë, gjykata europiane rrëzon pasaportat e arta, vendimi. Projekti Edi Ramës, gjykata e drejtësisë e Bashkimit Evropian rrëzoi dje modelin e pasaportave të arta që u lejon njerëzve të blejnë shtetësinë përmes investimeve miliona euro. Konkretisht, vendimi i gjykatës europiane rrëzon programin e pasaportës së artë të Maltës. Një model të ngjashëm si Malta tentoi të implementonte edhe kryeministri Edi Rama, por pas presioneve ndërkombëtare u tërhoq nga ideja. 2 vite më parë ai deklaroi: "Kemi pezulluar procesin deri në vendimin e gjykatës europiane." Këtë projekt e kundërshtoi edhe Komisioni Evropian duke treguar rreziqet. Faqen 3, materiali i plot. Kryeartikulli i Panoramës, Sali Berisha rikthehet pas 12 vitesh në PPE, flet për sfidat dhe fitoren e opozitës në zgjedhje, kërkesa ndaj miqve europian, kreu demokrat në kongresin e PPE-s në Spanjë, Shqipëria një narkoshtet në Europë, zbardhet takimi me kryeministrin Mitsotakis. Faqen 2, materiali i plot. Nga keqpërdorimi i fondeve shtetërore te kërcënimi dhe intimidimi i administratës, raporti i Odirit për 11 majin. Zgjedhjet, raporti paraprak i OSB Odirit, situata politike mbetet e polarizuar. Në Tiranë u dëgjuan të shtëna incidenti i pranë zyrës elektorale, reagon PSD-ja. Kompensimet, listat e reja, emrat e pronarëve që shpërblehen në faqen 20. Testamenti i poezit, koha kur dritroi, i tha vdekjes prit dhe pak. Në faqet 14 dhe 15. Enverin donte ta rrëzonte, e fshehta e vizitës së Hrushovit më 1959, urdhri. Misioni i vërtet i ardhjes në Shqipëri, shkruan profesor doktor Elmaz Leci në faqet 16 dhe 17. Hapësira opinion, vendimi i gjykatës europiane për pasaportat e arta dhe pasojat në Tiranë, nga Gens Polo.
Enver Robeli, papa që i duhet sot botës, dhe Aladin Stafa, beteja elektorale e majt. Këto ishin titujt kryesor nga Gazeta Panorama për ditën e sotme. E gjeni në çdo pikëshitjet gazetave në vend. Ne do të shkëputemi tani për një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak me telefonatat në studio.